e dini shumë mirë, informacioni në këtë vend është në një presion e indikim jashtëzakonshëm, disa media janë totalisht të kapura, sepse kjo është mënyra për të mbajtur në këmbë autokracinë, për të mbajtur në pushtet Edi Ramën, por nuk kam për t'ja dalë. Nuk kam për t'ja dalë. Po ju vjen fundi. Ndërkohë janë ullur në orën 10:30, mua nuk më lanë që të yja, më mbajtën jashtë me forcë. Përdorën gardën për të mbajtur jashtë, qartësisht nuk është faj gardës, sepse janë detyruar të zbatojnë urdhrat, por akoma nuk është marrë vendimi përfundimtar, sepse kemi dorëzuar një kërkesë zyrtare, pavarësisht se na takon, por prapë kemi dorëzuar një kërkesë zyrtare që teorikisht janë të detyruar ta hedhin në vot, ta diskutojnë dhe ta hedhin në vot, dhe unë do të jem brenda ndërkohë që diskutojnë, por akoma nuk është marrë vendimi përfundimtar. Keleshi me sa duket ose po e mendon, ose ka po reziston pjesa tjetër e opozitës brenda për të ndaluar të skandal. Presim përgjigjen, ndërkohë jashtë kryesisë së kuvendit po bëhet protesta e Partisë Mundësia kundër korrupsionit në mbrojtje të drejtësisë. Ju ftoj të gjithëve të na bashkoheni. Unë fatkeqësisht nuk jam aty, jam shumë afër, por duhet të qëndroj këtu. Duhet të qëndroj këtu të luftoj për një gjë drejtë që më takon. Por në fakt kjo është e përditshme në Parlamentin e Shqipërisë. Përditë duhet luftojmë për të patur të drejtën e fjalës, sepse tentojnë vazhdimisht të na e cënojnë këtë të drejtë. Luftojmë përdit për të patur të drejtën e interpelancës. Absolutisht na e mojnë, kanë 2 vjet, jo 1 muaj, jo 3 javë, siç thot rregulloria, po 2 vjet që kanë kërkuar një interpelancë me Belinda Ballukun dhe ma mohuan këtë të drejtë. Nuk se ma mohuan mua si agron, ma mohuan si deputet i opozitës. 2 vjet, ndërkohë rregulloria është e qartë, brenda 3 javë nga dorëzimi i kërkesës për interpelancë, kryeministri ose ministri i cili është thirrur në interpelancë duhet të dali dhe të japi përgjigje pyetjeve. Kjo është fatkeqësia që bëjnë çfarë të duan. Po hapet dera, shikojmë. U mor vendimi për sumor? Po çfarë? Se nuk më lejohet mua që ty brenda të ju kushjeni? Ju kushjeni? Këshilltari kujt? Se ma ngrëzërin sikur po të bëjnë në një padrejtësi. Çe ngrëzërin? Çka ke ngrëzërin? Politik i grupit PD-s. Jemi PD-n? Dakor, prapë, pse nuk ke nevojë të reagosh në mënyrë se edhe i PD-s ti je prapë. Unë ti je një pyetje po të bëj. Unë një pyetje po të bëj. Po dakor, po toni nuk ke nevojë ta përdosh atë tonë ashtu. Sikur trash qaf. Se në fundis do të ishe ti aty, po do të isha unë. Është këshilltari dhe s'është deputeti. Ti e votuar gjë? Ka vend për këshilltar, po s'ka vend për deputet aty brenda. Imagjinoni, kjo është çmenduria këtij. Të trash dhe zërin. Të vazhduar në kokë. Futi protestuesit brenda, thot Igli. Ta vëjmë, plasemi. Sa ta nuk dalin vetë të përplasen, nxjerrin gardën. Por si dhe qoftë, dhura nuk është zgjidhja. Kërkesa nuk është votuar akoma. Presim.
Nuk iki dot nga këtu, nuk I bashkojmë dot protestës jashtë, sepse po ika unë dhe e mbyllim me njëri tjetrin dhe besoj se garda nuk mundon më të ty fare, as këtu nuk afrojnë dot më pastaj. Kaq duan. Po dola jashtë, s'ka më. Presim, ndërkohë vazhdon protesta përballë kryesisë së kuvendit, protesta e Partisë Mundësia. Ju ftojmë të na bashkoheni. Ju ftojmë të na bashkoheni. Thot Teuta, agrone ka haka I popull që fle gjumë. Jo Teuta, ajo nuk jam fare dakord me këtë që po thua, ke të drejta thuash, po nuk jam dakord. Unë mendoj që populli nuk ka, populli duhet të ketë një alternativë. Para se të llogari popullit duhet të ndërtojmë një alternativë të besueshme. Nuk mund të presim, nuk mund të bëjmë përgjegjës popullin, të bëjmë moralin popullit, populli. Secili është në të drejtën e vet. Kush e ka për zëmër të ardhmen e Shqipërisë, kush mendon se duhet të reagojmë, të dali, mos të presim nga të tjerët. Secili të dali sipas dëshirës, sipas mundësive. Kjo është ajo që po bëjmë. Ndërkohë, nuk dim se çfarë po ndodh brenda. Vazhdojnë ata brenda në jashtë, çfarë do bëjmë? Unë me gardën. Fatkeqësisht jemi vetëm 2 veta në këtë parlament, po të kishim më shumë. Nuk është se do ja dinim të hynin se prap do kështonin numrin e gardës. Nuk është kjo zgjidhja, por që sigurisht do kishim mundësi që zëri ynë të dëgjoj akoma më shumë. Prandaj zgjedhjet e ardhshme të dashur miq, mendoni për fëmijët tuaj, nuk keni borxh asgjë politikanëve të vjetër. Nuk keni borxh asgjë. E kam patur mundësinë ta qeverisin këtë vend dhe pam se çka kam bërë. Do të shkojmë drejt ardhmes. Se nuk bashkëpunon me Alin Qorin, thot Rufati. Rufat e ftuam Alin Qorin, nuk pranoi. Sepse pavarësisht se jemi jashtëzakonisht shumë ndryshe, totalisht ndryshe, nëse ai është I të njëjtit mendim me ne në për luftën kundër korrupsionit, për mbrojtjen e drejtësisë, nuk ka arsye pse mos këtë betejë ta bëjmë bashkë, por secili është në drejtën e vet.